Shkëndia nesër mbrëmë në Shkup zhvillon ndeshjen vendimtare përballë skuadrës slovene në Bravo, në kuadër të raundit të dytë kualifikues të UEFA Conference Ligës. Pas disfatës 2-1 në ndeshjen e parë të zhvilluar në Ljubljanë, kuqezinjet kërkojnë përmbysjen e rezultatit dhe sigurimin e një vendit në raundin e tretë të garës europiane. Për Shkëndijën, kjo përballje vlerësohet si një nga sfidat më të rëndësishme të sezonit, ndërsa ekipi tetovar synon të vazhdojë traditën e paraqitjeve të suksesshme në arenën ndërkombëtare. Për të arritur këtë objektiv, kuqezinjet presin përkraje të mëdha nga tribunat e stadiumit në Shkup. Në konferencën zyrtare për media, para kësaj sfide, trajneri Artim Pollozhani dhe futbollisti Drilon Islami kanë folur për rëndësinë e ndeshjes, përgatitjet e ekipit dhe synimit për të kaluar më tej në garë. Që të futemi të fitojmë ndeshjen nuk është shumë më rëndësi rezultati, është më rëndësi manovra se si e fitojmë. Dhe ne gjatë gjithë kohës i mshojmë kësaj manovre sepse do na duhet pastaj për vazhdimsinë. Patjetër që në Sloveni kemi bërë një ndeshje të bukur nga aspekti i manovrës, por që ka mungu finalizimi, që do të thotë tek pjesa e finalizimit, duke nda, domethënë veçoritë ose veçoritë e ndeshjes, ne duhet të jemi më korrekt sepse bëhet fjalë për eliminim. Në momentin që bëhet fjalë për eliminim, patjetër që nëse ti bën një ndeshje të bukur, është me patjetër që të finalizojsh, sepse është ndeshje me eliminim edhe kjo pastaj shkakton probleme. Ndërsa sa i përket kampionatit, patjetër që kampionati nuk është eliminim, është maraton. Por nëse ne duam që të vim tek ajo që të jemi afër kampionatit me qasje dhe kupave të Europës, është me patjetër që qasja ose manovrat bëhen me një shpejtësi tjetër, sepse kjo duhet pastaj ka ajo pjesa tjetër e Europës. Shkëndia sonte do të zhvillojë seancën e fundit stërvitore në Shkup, pas të cilës trajneri Pollozhani do të vendosë për formacionin që do të zbresë në fushë për të kërkuar fitore ndaj ekipit sloven. Drejtuesit e klubit kanë bërë thirrje për tifozët që të gjithë dashamirët e futbollit të jenë në numër sa më të madh në stadium për të dhënë mbështetje ekipit në këtë sfidë europiane. Ndeshja Shkëndia në Bravo zhvillohet nesër në orën 20 në Shkup, ndërsa hyrja për të gjithë tifozët do të jetë falas. Një fitore do të siguronte skuadrës kuqezi kualifikimin në raundin e tretë të UEFA Conference League dhe vazhdimin e rrugtimit europian, ashtu si sezonin e kaluar, ku zhvilloi plot 16 ndeshje në kompeticionet ndërkombëtare.